Dhe tash do të flasim për zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut. Do thotë nesër mbahen zgjedhjet, do thotë është një nga garat më të mëdha që është mbajtur ndonjëherë, sidomos është e rëndësishme edhe puna e komunave shqiptare që janë si për shembull që është gara për Tetovën, po ashtu gara për Çajirin dhe po ashtu edhe çështjet e garës në taborin shqiptar politik në Maqedoninë të Veriut, sidomos në mes BDI-s dhe po ashtu koalicionit Vlen, i cili është në qeverisje tash në qeverinë aktuale me VMRO DPMN, përderisa BDI-a thotë gjatë gjithë kohës se është e pakënaqur me se si Vleni ka prezantuar gjitha informacionet saj përket edhe se si ka përfaqësuar interesat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. E kemi tani nën kryetarin e BDI-s, Arber Ademi. Faleminderit zotri Ademi që jeni në Klan Kosova. Ju pash dje që ishit me shefin e partisë tuaj, zotrin Ali Ahmeti, në protestën e madhe mbarkombëtare Unia MUÇK në Tiranë. Cilat janë përshtypjet së pari t'ju pyes nga Tirana? Faleminderit zotit Tahiri për ftesën që t'jam pjesë në emisionit tuaj. Sigurisht se nuk kaloi pa emocione të fuqishme ajo protestë e madhe mbarkombëtare ditën e djeshme në kryeqendrën shqiptare, pra në Tiranë. Ka qenë një ditë e rëndësishme, ka qenë një ditë e madhe edhe për shqiptarët Maqedoni dhe për shqiptarët pavarësisht se ku jetojnë. Dhe sigurisht se zoti Ali Ahmeti si bashkëthemelues i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si themelues i ushtrisë çlirimtare kombëtare këtu në Maqedoni, vendin e kishte sigurisht se në Tiranë, duke anuluar të gjitha aktivitetet zgjedhore të ditës fundit fushatës për zgjedhjet lokale këtu në Maqedoni. Dita filloi me vizitë të presidenti Begaj, të kryetari i kuvendit zoti Niko Peleshi, vazhdoj me shumë takime të tjera me bashkëluftar të zotit Ahmeti, derisa filloi protesta. Prej momentit fillimit protestës besoj se gjithë opinioni ka parë atë ngjarje të rëndësishme me çka u dërgua një porosi drejtuar të gjithëve qendrave në radhë të parë ndërkombëtare se po bëhet padrejtësia e madhe duke mbajtur çlirimtarët të privuar nga liria, duke thënë një zëris se liria dhe çlirimtarët nuk mund të gjykohet, nuk mund të gjykohen ata të cilët mbrojtën pragun e shtëpisë mbi akuza të fabrikuara nga Beogradi, nga Moska. Do t'i kthehemi natyrisht zgjedhjeve të nesërme që janë një nga proceset më të rëndësishme për Maqedoninë e Veriut, e sidomos për shqiptarët në këtë shtet të Ballkanit Perëndimor, por edhe kam edhe një pyetje. Zotri Ahmeti dha një intervistë për mediat në Tiranë dhe thashtë se bashkë me kryeministrin Edi Rama i kanë shpjeguar në një farforme kryeministrit në detyrë Albin Kurti të Kosovës idenë se si Kosova të mos izolohet dhe se ata kanë normal informacione nga partnerët ndërkombëtar për idenë e raporteve jo fort të mira që Kosova i ka momentalisht me Washingtonin dhe Brukselin. Pse mendoni ju pse kryeministri i Kosovës, kushtimisht të themi, nuk e dëgjon një nga njerëzit me më përvojë në politikë në Ballkanin Perëndimor? Nuk e di arsyet sepse zoti Kurti, kryeministri i Kosovës, nuk më dëgjon këshillat qoftë nga kryetari Ahmeti, qoftë nga kryeministri i Shqipërisë, zoti Rama, po ajo çka mund ta them, ta konfirmoj plotësisht është se zoti Ahmeti asnjëherë nuk ka rreshtur së punuari për Kosovën dhe për çështjen shqiptare në përgjithësi, aq më tepër kur nga viti 2001 e këndej zoti Ahmeti është në politikën legale, është pjesë e institucioneve dhe ka një ndikim të pashoq
jo vetëm ndër shqiptarët, po ndër gjithë politikanët këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke kultivuar raporte shumë të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, me institucionet e BE-s dhe me vendet anëtare kryesore të Bashkimit Evropian. Dhe rezultatet fatkeqësisht ju në Kosovë po i shijoni, po i provoni, po i ndjenin lëkurën e juaj, duke qenë Kosova në një pako me Korejnë e Veriut, me Belorusin, me Rusin, pra pjesë e sankcioneve nga BE-ja dhe fatkeqësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Ahmetin më tepër raste e ka thënë se lirin e fitua me gjak, por çlirimin me aleat, dhe se sigurisht se do duhet të bashkërendohen të gjitha aktivitetet e veprimet institucionale dhe jo institucionale në Kosovë dhe në mbarë në Ballkanin perëndimor për të patur progres në gjithë këtë zonë e cila përbën një pjesë nevralgjike dhe vetë kontinentet evropian, por fatkeqësisht e kemi këtë situatë që e kemi Kosovën në sanksione, gjë të cilën askush nuk e kishte menduar se mund vi një ditë një situatë e tillë ku dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të pezullohet dhe të kemi një sër sanksionesh e një izolim të tillë të Kosovës e cila po e përsërisë një herë, çlirimi është arritur me aleat dhe të vi dita që të jemi me aleatët në këto raporte, askush nuk e kishte imagjinuar. Kjo mbase është edhe atë çka e kanë dëshiruar Çubrilo Iqi, Grashanini e të tjerët kur kanë shënuar dhe me shkrim në manifestin e tyre, nëse mund ta quaj kësaj manifest, se shqiptarët duhet t'i lëmë pa aleat, shqiptarët duhet t'i lëmë pa mbështetje dhe mënyra më e mirë është që t'u aprishim çdo raporte, çdo urë komunikimi që e kanë me aleatët. Pra fatkeqësisht edhe njerë po e përsëris, jemi në këtë situatë dhe nuk na bën nder kjo situatë. Nuk i bën nder asnjë shqiptari, pavarësisht se ku jeton. Për arsye se përpjekjet për një Kosovë të lirë, sovrane, demokratike, të prosperuar, kanë qenë përpjekjet të gjithë shqiptarëve, pavarësisht se ku kanë jetuar. Andaj mendoj se kemi të drejtën që të komentojmë, të japim të paktën një këshill dashamirëse për të gjithë vëllezërit tonë në Kosovë lidhur me përcaktimin dhe orientimin e tyre se çfarë politikash do duhet të ndjekin. Po. A flasim tash për çështjen kryesore që është nesër, pra janë zgjedhjet lokale, votohet në Maqedoninë e Veriut. Kjo ideja e zgjedhjeve do thotë është shumë rivalitet ka edhe në taborin e partive shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim, që njihet si partia më e moshme, do thoya kështu, ndër më të moshmet të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, kandidon me disa kandidat të serioz, për shembull në Çajir, ju e synoni ta merrni komunën e Çajirit me ish-ministrin e punëve të jashtme, me ish-ministrin e shëndetësisë, dhe po ashtu ish-zëvendës kryeministër Bujar Osmani, po ashtu tabori tjetër Vleni synon që ta merë të njëjtën komunë me zëvendës kryeministrin momentalisht zotrin Mexhiti. Cilat janë gjasat, qysh ka rrjedh krejt fushata deri sot, për shkak se sot është heshtje zgjedhore, atje dhe nesër janë zgjedhjet? Mi u thonë të drejtën, boni përshtypja ajo çka e thatë. Nuk kemi vetëm partia më e moçme, më e vjetër, më me përvojë, më me sfond, të arritura, por jemi edhe partia më e madhe shqiptare në vend. Dhe këto zgjedhje lokale na gjejnë në një kontekst krejtësisht të ri e të paprecedent deri më sot. Për arsye se për herë të parë zgjedhjet lokale po organizohen duke mos u respektuar vullneti i shqiptarëve në Maqedoni. Pra ju e dini, ka 16 muaj që kemi një qeveri monoetnike pa legjitimitet etnik të shqiptarëve, pra si participient në atë qeveri është një koalicion
që nuk ka rritur të ketë mbështetjen e shqiptarëve, një koalicion humbës, por ata janë pushtet si rezultat i preferencës individuale të kryeministrit Mickoski. A mundësh lutem të na kontekstualizosh idenë që thani që nuk po përfaqësohen në asnjë formë interesat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, për shkak se tabori tjetër thotë se nuk është kështu situata kaq e zezë dhe po ashtu kanë qit përpara interesat e popullit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, flasim këtu për rivalet e juaj politik, Partinë Vlen. Unë mendoj se nuk është çështje dhe nuk duhet të jetë kjo çështje debati, për arsye se faktet janë botërisht të ditura, janë notore në drejtësi, kështu quhen notore, të gjithë ditura, për arsye se sot momentin që po flasim nuk ka kuota etnike për punësim dhe për avancim në organet administratës shtetërore dhe publike. Pra, ai mekanizmi balancuesit që shqiptarët i bëri nga 0.2% në 23%, nga kjo qeveri monoetnike është shfuqizuar, madje ka qenë premtim parazgjedhor i VMRO DPMN-s, madje për çudi, ka qenë dhe është ende pjesë e programit qeveritar kjo çështje, shfuqizimi i këtij balancuesi. Pra, eliminimi i kuotave etnike për punësime, për avancim në organet administratës shtetërore dhe administratës publike. Ja vetëm një faktua mora që sot kështu jemi, në këtë situatë jemi. Dhe del kryeministri thotë mbi 12.000 punësime janë bërë në sektorin publik gjatë këtyre 16 muajve, ndërsa shqiptarët nuk arrin as 500. Edhe ta marrëm me përqindjet e thjesht tani i përfaqësuar më pak se 3%. Kjo është hapë mbrapa dhe goditje drejt për drejt e marrëveshjes Ohrid. Zoti Tahiri, ne në marrëveshjen e Ohrid, në marrëveshjen paqësore të Ohrid që i dha fund luftës në amendamentin 6 të kushtetutës, parashihet se përfaqësimi drejt dhe adekuat është vlerë themelore kushtetuese të gjitha bashkive etnike në vend. Dhe hartuesi Paul Williams, hartuesi kësaj marrëveshje, thotë se ky nuk është vetëm një princip i cili do duhet respektohet gjatë procesit të punësimit, por është një princip edhe që duhet respektohet edhe gjatë procesit të vendimarrjes, e veçanërisht në organet të cilët dalin nga vullneti qytetarëve, pra në kuvend, qeveri, presidencë e kështu me radhë. Gjë e cila filloi me shkeljet legjitimitetit dhe këtij parimi në formim të organeve, e më pastaj vazhdoi edhe me rënim të kësaj shtylle kryesorët nga marrëveshja e Ohrid edhe në institucione tjera publike në tërësi. E ka shembuj të plot, shembuj të përditshëm, shembuj të degradimit statusit shqiptarëve. Ju e dini se gjuha shqipe ende ndodhet në proces para gjykatës kushtetuese. Dhe kur flas për gjykatën kushtetuese, këtu gjyqtarët po ndahen në linja etnike, shqiptarët që janë 2 dhe 1 turk po majorizohen nga 6 të tjerë Maqedonas. Si në periudat e viteve 89, kur suprimua, u shfuqizua autonomia e Kosovës, ato kohë. E njëjta po ndodh në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Po ka disa shqiptarë, siç kanë qenë, ka patur shqiptarë dhe tek ju në Kosovë në ato vite, Raman Morina, Ali Shukria, Sinan Hasani, Sejdo Bajramoviqi, e të tjerë të cilët e kanë paraqitur situatën politike si idilike, si gjithçka është në rregull, si po lulëzon gjithçka. Edhe këtu te ne kemi disa shqiptarë të cilët po thonë se po lulëzon gjithçka, dhe këto shqetësime të cilët po i ngrit Ali Ahmeti dhe BDI-ja na qenë gjoja për pushtet. Ne se nuk duam pushtet. Ta kemi qartë dhe kemi përsëritur çdo herë. Po ne jemi për respektim të legitimitetit shqiptarëve, që mos të humb kuptimi se pse shqiptarët garojnë, pse unë të garoj, edhe partia ime të garoj, kur edhe pse fiton, edhe pse ke program më të mirë, edhe pse ke ofertë më të mirë kadrovike, te arrin të kesh mbështetjen e popullit dhe në fund dikush tjetër të sheh në sy, e sheh gjithë popullin në sy, thotë ju përcaktuat për këtë, por ja që unë e dua këtë tjetrin, këtë shqiptarin e ndershëm të Slobodan Miloševićit, si koncept që e kishte aso kohë. Prandaj a na flet pak ju lutëm për punën e fushatës dhe po ashtu edhe rivalitetit që është normal në krejt botën, rivalitetit politik.
Çka po synon BDI-a në çdo zgjedhje të nesërme? Do thotë, kuja ka vënë synin komunave të mba, ku ju e keni pas pushtetin, për shembull në Tetov, edhe në qytete tjera ku shqiptarët janë shumicë. Dhe ka pretendime që koalicioni Vlen dhe VMRO DPMN janë marrë në një farforme vesh me njëri tjetrin që këta të Vlenit ta suportojnë partin tjetër, do thot Maqedonase, në komunat të caktuara dhe kjo të kthehet për krahje për Vlenin në komunat të caktuara. Sa dëmton kjo, do thot, trupën votuese të shqiptarëve në Maqedoni të Veriut dhe cilat janë synimet për nesër të partisë që ju ku jeni nënkryetar? Zoti Tahiri, ajo që ka përfaqësën në lista serbe në Kosovë për Vučićin, për Serbin, njëjtën e përfaqëson koalicioni Vlen, lista Vlen këtu në Maqedoni për Mickovski. Pra, lista serbe është vegël në duart e Vučićit, lista Vlen Maqedoni është vegël në duart e zotit Mickovski. Dhe kanë marrëveshje para praket, prezentuar kështu para opinionit, po pa pika, pa përmbajtje, për një mbështetje reciproke. Pra, aty ku ka kandidat nga lista Vlen, nuk ka kandidat nga lista e VMRO DPMN-s. Dhe votuesi orientohet Maqedon, mbështetës të VMRO DPMN-s, orientohen për të mbështetur shqiptarët e ndershëm, respektivisht listën e dytë të VMRO DPMN-s të quajtur Vlen. Megjithatë, fushata ka qenë përqendruar në tema kombëtare, në tema nacionale, shtetërore, për arsye se që nga shkelja e legitimitetit në vitin e kaluar, është zhvilluar edhe implementuar një plan politik i rrezikshëm për asimilimin politik të shqiptarëve. Dhe kjo u konfirmua edhe gjatë kësaj fushate. Ende pa filluar fushata, kryeministri i vendit, zoti Mickovski, deklaroi se esenca e këtyre zgjedhjeve është zhdukja e BDI-s nga skena politike. Pas 2 ditësh, në konventën promovuese, që është hyrje në fushat, ai tha se ambicia e tij politike është që ta pensionoj nga politika zotin Ali Ahmeti, që ishte konfirmim e asaj që kemi folur ne për 1 vit e gjysmë, se këto zgjedhje nuk janë zgjedhje lokale, tash çka po vinë dhe që i kemi nesër, por janë referendum për shqiptarët. Edhe kjo ka qenë motoja kryesore e këtyre zgjedhjeve. Këto zgjedhje janë referendum, nuk është vetëm për të zgjedhur disa administrator lokal, menaxher komunal, por janë zgjedhje të cilët përcaktojnë edhe orientimin e shtetit, më tutje, se ne a dëshirojmë që të jemi eksperiment i një asimilimi politik të udhëhequr nga zoti Mickovski, apo vetë do t'i zgjedhin përfaqësuesit tanë. Çështja tjetër, a do të lejojmë ne që të implementohet një revizionizëm i gjitha këtyre të drejtave të arritura kolektive që nga lufta e lavdishme UÇK-s e vitit 2001 deri më sot, apo do t'i themi stop kësaj politike revizioniste e cila ka për qëllim demontimin e çdo të arriture që shqiptarët kanë shënuar bashkë me komunitetet tjera, si rezultat i marrëveshjes Ohrit nga viti 2001 e Kandej. Prandaj po themi se këto zgjedhje janë referendum dhe fushata zhvilluar ashtu për të përcaktuar edhe orientimin e shtetit, kahjen e shtetit, për të përcaktuar vetë shqiptarët se kush do të jetë përfaqësuesi i tyre, e mos të përcaktoj dikush në vend shqiptarëve, në këtë rast partia më e madhe maqedonase VMRO DPMN, e cila çdo ditë zbaton një platformë të rrezikshme politike në drejtim të asimilimit politik të shqiptarëve. Çka janë pritjet për nesër? Pikërisht së pari për pushtet lokal, për shkak se këto zgjedhje janë për pushtet lokal, votohet për 80 sajshin kryetar komunash. 80 komuna plus qyteti i Shkupit, që është me një shkallë ndryshe të organizuar. Cilat janë pritjet e BDI-s për këtë proces edhe ku synoni që të shënoni fitore, për shkak se janë edhe disa pika të nxehta ku jetojnë shumë shqiptarë, për shembull siç është Tetova. Po, ka shumë qytete të mëdha, qendra të mëdha ku shqiptarët janë shumicë dominuese.
Matjet e fundit të opinionit, që para zgjedhjeve dhe në kontinuitet që organizohen, tregojnë për një diferencë të madhe të Aleancës Kombëtare për Integrim, ku bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Fitore do të shënohet gjithandej. Temë diskutabile është, diskutueshme është se sa do të jetë ajo fitore. A do të jetë 2.5 me 1, a do të jetë 2.7 me 1, a do të jetë 3 me 1. Lista për këshilltar komunal të ju asamblejës, aty do të përcaktoj votën partijake se ku qëndron ne, por fitoria jonë do të jetë edhe në të gjitha komunët kandidatët ku garojnë kandidatët tanë për kryetar komunash. Pavarësisht kësaj mbështetje që ja jep kreatori i listës Vlen, kryeministri i vendit dhe zoti Mickovski. Pra nuk do të arrijë që atë diferencë që ekziston tek shqiptarët në mes Aleancës Kombëtare për Integrim, ku bën pjesë BDI-a, dhe listës së tij të quajtur Vlen, që ta kompenzoj kryeministri Mickovski. Nuk do të mund ta kompenzoj, prandaj shqiptarët janë mobilizuar maksimalisht, tamam si për një referendum, anketimet duke filluar nga IRI amerikan, duke vazhduar me anketimet të cilët vetë i bën VMRO DPMNE, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, edhe institucionet tjera flasin për një fitore Bashkimi Demokratik për Integrim, për një fitore të madhe. Madje unë me kompetencë më të madhe po a them se nuk ka një institucion në Maqedoni të Veriut që në anketimet parasheh listën e Mickovskit të quajtur Vlen si listë fituese në vend. Asnjë matje opinionit, asnjë anketim nuk i parasheh ata si fitues, megjithatë ata tentojnë, synimi i tyre është që të fitojnë 2-3 komuna dhe t'i prezantojnë gjëja se ja kanë një lloj mbështetje, mirë po kjo nuk është fitore dhe edhe po të arrijet, po nuk do të arrijnë edhe këtë në çka synojnë. A keni vërejtur? Po. A keni vërejtur ndonjë, si pyetja e fundit, ndonjë mbështetje për një koalicion, për një parti të caktuar, qoftë nga partia në pushtet në Kosovë, apo mbase edhe në Shqipëri? Jo, prej Shqipërisë nuk ka pas ndërhyrje fare, qoftë nga PS-ja, qoftë nga Prej Kosovës ka pas, thoni ju? Prej Shqipërisë nuk ka pas, ndërsa prej Kosovës prapë edhe ju i keni pas zgjedhjet atje dhe kanë qenë të koncentruar edhe në Kosovë më tepër, po zoti Durmishi, zëvendës ministri i transportit, që është e kështu, apo? Po. Ka qenë konventën promovuese të listës maqedonase Vlen, ka mbajtur fjalë në konventën promovuese para 3 javësh gati. Ka bë thirrje, mirë po ka humbur ndikimin, çdo lloj ndikimi, kanë humbur kredibilitetin e tyre këtu në Maqedoni. Për fat të keq, për arsye se duhet që raportet të jenë institucionale në drejtim të unifikimit faktorit politik shqiptar. Kryeministri i vendit e ne, zoti Mickovski, ka marrëdhënie të mira vetëm me kryeministrin e Serbisë, me kryeministrin e Kosovës dhe me atë të Hungarisë, zotin Orban. Tërësisht Maqedonia është e izoluar, por çuditërisht është një raport miqësor mes tij dhe kryeministrit Kurti. Po. Faleminderit. Zotri Arber Ademi, nënkryetar i Bashkimit për Demokratim për Integrim, ishte kënaqësi. Faleminderit, ishte kënaqësi, ju dëshiroj shumë shëndet e progres në vendin tuaj. Faleminderit. Dhe ta shkojmë në një lajm tjetër, në fakt është qeveria e Mbretërisë së Bashkuar me kryeministrin Keir Starmer që do të organizojë një samit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Londër më 22 tetor, pra të mërkurën, për të promovuar, siç thuhet, bashkëpunimin rajonal dhe për të rritur sigurinë dhe rritjen ekonomike, ka njoftuar qeveria britanike.